Martonu mëre, pëse mësë mu martu, edhe herët edhe vonë. Thjesht martonu, pëse mësë mu martu. Martesa të pjek si person. Edhe nëse nuk është njeriu i duhon, të pjek me lonë ma herët e me kone e re me vazhdu tutje, mandej. Tani unë kam këtë tjetër, unë menoj ma mirë është më martu 3 herë, mu do, se mos më koni martu meq. Se janis me një fazë ku ti nësi i bo një mosh, për marrë mi shambull, i mo 50 vjetë, asë i koni asë njerë i martum, tash na du të me ditë... Ta garantoj që aty rutinë s'ki me pasë, mandej. Aty rutinë s'ka, më tari. Po dhe kur martosh 3 herë edhe ndosh, dije që s'ka ke për martesë. Jo, nuk mendoj ashtu, absolutisht, jo, nuk mendoj ashtu. Njeriu, ku nuk e ndjen vetën që mundet me kontribu tek bashkëshorti edhe tek familja, ma mirë është. Mos u marto heq. Po ma ketë se tani s'ki kur gjo. Ke kalu vitet tona edhe në fund kur gjo heq. Okej, do me thonë... Se i na të dosh me thyre kur. Najse, shpedi. Mo që keshtu e cikin që bashkjetisa me martisën dalojnë. Bashkjetisa për mu, për menimin tam nuk është diçka e mirë, se njerëzit përgjithsi qiftet që s'janë sigurta dhe nuk janë të prera për vendimet që i morin, e mojnë bashkjetisën. Edhe bashkjetisa është diçka pak i lëndon të prind. Bashkjetisa i lëndon të prind të, sidomos prind të femë. Unë menoj. Për shkak që asaj e gjatësis, nëse bashkjeton një kohë shkurt, edhe i studinë, ose jetë të e pritë edhe e din familjar që te e kini do të caktume, edhe një vjetë e kam i kry studimet, okej, bashkjetes super e mirë është. Po nëse janis e kry studimet, janis fakultetet, e në punë edhe të alo e ki bashkjetes, se menoj që edhe pak i lëndonë. Është e teprume, është e teprume. Këtë e vajzë, sidomos. Unë jam i lidh me vajzë, anë është të tek që kom... Edhe sakt që tha Blerona, një farë pasigurie e kanë qiftet që thojnë hajt me bashkjetes. I morin gjonat për mendimin të anë, i morin gjonat hajt. Po dhe që ajo është të bjanë që artesë. Një të testu personin që për i thu po du. Unë për vete isha... Unë për vete... Ta është të vone me neva, përse, kada. Kada në fund emisionit pedhomi këtë cikë. Une isha ndi shumë e ofendume me më testu dikush. Jo, se është një farë testim. Tavolina jo, më përshkojmë pullëm që atje. Që shtash e bëj pytje në edhe kime Une ka dalë po dalë. Jo, re, se... A ka ende vlerë? Hajta, të vazhdojnë se veç përshkoj po pi pak ujë. Kjo shkëm për kushtrim. Kjo kushtrim për ty është. A ka ende vlerë betime derisa vdekja të nëndoj? A i betosh dikujt në këtë lloj forme? Jo. Je i martu? Se me nëndo vdekja, pse jo mas vdekjes. Who knows, ku e dim nga qka. Se kam do të prita. Qka të është, do më thonë me të betu, që deri sa vdekja të nëndoj, dhe kur dek, shkon në gjenet atjet, vjena zoja apet, që e të lyp tash, dhe kena thonë dek kur dekja të nëndojnë tash, hec. Asë mas dik. Jo, për mu nuk vlen ki betim. Anin atër në shë ki nevoj. Jo, ti o e do nëse do një sen, njët e përmendë ma herët, ti motrën, vlaun, nonën, ti nuk i donë, vesh i donë, nuk i donë pa kur një kusht. Njët është edhe gruja. Në ti dush me dasht